Në organizimin e komunës së Istogut, u mbajt festivali tradicional i blegtorisë dhe zhvillimit, një aktivitet i veçantë që sjell në vëmendje vlerat tona të trashëguara ndër breza. Ky festival, i njohur ndryshe si qethat, përfaqëson një nga ngjarjet më domethënëse për komunitetin ton, pasi nuk është vetëm një traditë, por edhe në një mënyrë të jetesës që vazhdon të jetojë në zemrat e njerëzve tanë. Është një moment që na bashkon, na ofron me njëri tjetrin dhe na kujton rrënjët tona, duke ndarë së bashku gëzime, kujtime dhe krenari për kulturën tonë. Në këtë atmosferë të ngrohtë, ku ndërthurën tradita dhe zhvillimi, u promovua rëndësia e blegtorisë, jo vetëm si pjesë e jetës tradicionale, por edhe si një mundësi e qëndrueshme për zhvillim ekonomik dhe biznes në zonat rurale. Qethat mbetën një simbol i punës, i përkushtimit dhe lidhjes së fortë të njeriut me tokën dhe natyrën. Hapjen zyrtare të këtij festivali e bëri kryetari i komunës së Istogut, zotri Ilir Ferati, i cili theksoi rëndësinë e ruajtjes së traditave dhe mbështetjes së zhvillimit rural, duke inkurajuar iniciativa të tilla që forcojnë identitetin dhe ekonominë vendore. Nderuar qytetarë të Istogut e shumë dashtun bashkëdhetar, mirë se keni ardhur në aktivitetin tradicional të qethat në komunën e Istogut. Aktivitet ky që tashmë daton shumë vite, që na mbledh bashkë me njëri tjetrin, me u pa e me nda gëzimet përbash taj, sidomos me festu të qethat për gjithë ata blegtorë që në to bukurinë natyrore po shfrytëzojnë ende në formën tradicionale të jetesës, besa tash edhe të bëhet biznes. Jam shumë i nderuar që sot këtë aktivitet mirë të organizuar prej Drejtorisë Bujqësisë, që shfrytëzoi rastin me i falendëru, po i shoh një pjesëmarrje të madhe të njerëzve, qytetarëve të Istogut, bashkëdhetarëve tonë, bjeshkën e Moknës, kënd bukuri të veçantë natyrore që pak komuna në Kosovë e kanë. Et një herët këto aktivitete shfrytëzohen edhe për promovimin e vlerave tona turistike, të cilat kanë filluar me u kthy në ekonomi familjare për komunën e Istogut. Unë ju uroj gjithë qetëtarët, gëzuar qethat, ju uroj bashkëdhetarëve të kaloni sa më mirë bashkë me familjarët e juaj, bashkë me neve, dhe uroj gjithë pjesëmarrët, gjithë qytetarët e Istogut që të kalojnë një dillë të këndshme në bjeshkën e Moknës, bashkë me organizimin simbolik që kemi bërë bashkë me Drejtorinë e Bujqësisë. Gëzuar gjithë dhe kaloni sa më mirë. Pas fjalës së kryetarit, atmosfera e aktivitetit mori një tjetër gjallëri, duke vazhduar me programin artistik të pasur me muzikë, këngë dhe valle, që sollën ngrohtësi dhe gëzim në këtë ditë të veçantë. Programin artistik kulturor e hapi këngëtari i mirënjohur zotri Ismet Dema, i cili me prezencën dhe interpretimin e tij i dha një hijeshi të veçantë këtij organizimi. Në vazhdim, ai prezantoi edhe këngëtarë të tjerë që morën pjesë në këtë interpretim të ndryshëm, duke sjellë një larmi këngësh, vallësh tradicionale dhe moderne, të cilat u mirëpriten nga publiku. Ne krejt në fillim si ansambël Selmon Kadria do të hapim këtë manifestim me këngën e herojit tonë Selmon Kadria, masi veç e bartim këtë emën, i ftojmë dy bukuroshat e ansamblit, cilët kanë përgatitur këngën e Selmon Kadris, Ermal Nicaj dhe Labinot Kukiqi. Vetëm për ju, faleminderit.
Sa po gëzohet nana, motrat e vaznia, po gëzohet vendi, po kesh se taltia, po gëzohet vendi, po kesh se taltia. Juve sofra plot, juve o vllazni, mirë se erdhët kur veçar, për ju e kemi kthyr. Juve sofra plot, juve o vllazni, mirë se erdhët kur veçar, për ju e kemi kthyr. Son nga dal po vi këta 2 muaj të verës, ju prit nana plak, ullun plak të deres. Sa me mal po rrin baba, tu i mendu, afu apo ju lot puna për ta tu i punu, afu apo ju lot puna për ta tu i punu. Ju prit sofra plot, juve o vllazni, mirë se erdhët kur beqar, për ju e kemi kthyr. Ju prit sofra plot, juve o vllazni, mirë se erdhët kur beqar, për ju e kemi kthyr. More
Në vazhdim të programit, pas pjesës kulturore nisi ceremonia tradicionale e qethjes së delave, e cila përbën thelbin e këtij festivali. Pjesëmarrës të shumt u mblodhen për ta përcjellë nga afër mënyrën dhe procedurën e qethjes, duke rikthyer në vëmendje një traditë të vjetër, e cila vazhdon të mbetet pjesë e rëndësishme e jetës dhe e punës sonë. Gjatë aktivitetit u realizuan edhe disa intervista, ku për mediumin ton një mendim të veçantë ndau profesori Fatos Sadriaj, i cili vlerësoi rëndësinë e ruajtjes së traditave dhe promovimin e tyre tek brezat e rinj. Shëndetje për gjithë, uroj që gjithë më kalu mirë në këtë organizim i cili është bërë tradicional. Uroj që edhe bashkëdhetarët cilët janë prezent të kalojnë çastet e mira. Falenderoj një veçantë edhe për komunën që organizon çdo vit këtë eveniment. Uroj që të vazhdohet prapë me organizimet e tilla edhe të jetë një vend ku bashkohen edhe bashkëdhetarët, por edhe qytetarët e vendit tonë. Po ashtu, faleminderit edhe Radio Fontanës, që gjithmonë janë prezent në këto organizime. Po ashtu në emër të organizatorit, për qytetarët u ndan çmime simbolike, si shenjë falënderimi dhe respekti për kontributin dhe përkushtimin e tyre në ruajtjen e kësaj tradite. Shpresoj që jeni duke kaluar mirë, atëherë në emër të organizatorit kam një njoftim për qytetarët. Komisioni i cili ka përzgjedhë qytetarët më të mirë këtij viti, në vendin e parë ka shpërbly Fitim Hasonaj me një çmim simbolik për 100 euro, Bekim Sadikaj, Bekim Hysenaj vjen i dytë si qytetar dhe Besim Sadikaj. Qytetarëve ju uroj sukses, faleminderit për pjesëmarrjen. Intervista të ndryshme u zhvilluan edhe me qytetarë nga rajone të ndryshme, të cilët ndanë përvojat dhe përshtypjet e tyre rreth pjesëmarrjes në këtë aktivitet, duke theksuar rëndësinë e bashkimit dhe ruajtjes së vlerave tona kulturore. Sot neve një mysafire kemi nga komuna e Deçanit, nga fshati Strelc. Është një djalë i një babet jashtëzakonshëm i Lushkomës. Lushkomën e kemi edhe daj, kemi edhe sponsor, edhe humanist. E djali ti ka ardhur nga Bjeshka e Strelcit me vizitu Bjeshtë i Stogut. Është hera e parë. A është hera e parë që vjen Bjeshtë i Stogut? Hera e parë. Ç'është po dokën? Mirë, valla, ku kanë bukra. Veç atje ka edhe ujë. Po, valla. E ç'është po kalon? Mirë, shumë u kënaqem. A e kon Bjeshtë Strelcit hiç? Valla, jam kon mirë dhe atje. Veç erdha mja u bë për hajr qethat. E për i Stogut, e për hajru kofshin qethat, e gjithmonë vazhdoni qështu me këtë tradit. A je konë najherë në përqeta? Po, i kem bo edhe për para. Po. Tash pak ma moderne, ma. Po, tash ma mirë, ma të organizume, ma të mira. Hajde mirë se ka ardhe uroj më kalu mirë. Më naj bot fala lushit. Faleminderit, gjithashtu edhe unë po të bëjt fala, për i tinaj. Shlirë Mehmeti. Po kushërit pasna? Kushëre, valla. Prej ka i tje? I rëdicës i dalë nga rakat. Qa ke lyp ti këtu në Bjeshtë i Stogut, ju jeni me klin? Jënë arë me shoqni për shqip. A e ku në i herë në qetë? Ja. A qështë për dokët? Shumë mirë. Në me valloj? Po valloj. A din me qetë? Ja. Se ashtu? Së mirë me lup, s'kena. A me lup? Ato nuk qetë? Ja. I ka shakiti lup. A ki shumë lup? 65 sopa. 65, mashallah. Po më kujtohet, ma ki pa pru të djath pa maziti herë. Qata. Se për ranë që si ki pru piken? Patë, bërë men, qa që konë një muzikë e kjeqen me nëgjese patë më thirë, batë si zezë, bërë në rëna muzikën, se qenë të në elshullet të tëmblin. A një ndru? E lype djodhin për metën pa dalë. A një ta shtalëshoj muzikën? A një lëshoj muzikën. Bravo, kusha. A është here e parë që po vjen qeta e konë dhe në herë tjetër? Jem konë lukë bud njerë. Edhe qështu ka do? Shumë mirë. A javlen më arë? Javlen një mirë. Qka po të pëlqen? Njësa petë ko marë. Po s'ka nesër qeta? Po viju në veç ashtu që më ka pëlqy shumë. Po lidhe po qeta? Po. E qka po të pëlqen ma shumë ti? Pitja, flijat? Po si këm kërku as një. Mozën e zime? Po si këm kërku as një. A një më beson mu unë i kërkova që ishin të mira, më beson? Jo, po të besoj se pesho që po t'i ka kojnë të forta. Është kërresh Morina, Rezën vërtet e kemi shumë special.
Në përmbyllje të aktivitetit, vazhdoi sërish me programin artistik, ku kënga dhe vallja u bën bashk për ta përmbyllur në këtë ditë me emocione, gëzim dhe krenari, duke lënë pas një kujtim të bukur për të gjithë pjesëmarrësit. Pra, një përshëndetje speciale për gjithë ju vjen nga motra jonë, nga Tropoja Agja, e cila e përshëndet gjithë juve dhe me këngën rreth për Zeni më i Shkodër, dëshiron që kjo këngë të bëhet realitet dhe trojtë shqiptare në ditë jenë gjitha në kufit natyror. Faleminderit shumë! Hajde hoqane! O tret për Zreni o mori Shkoder, hajde të lim që te komoter, me redursin dhe Tirone, se në kështu me gzojnë arnone, o traspeje me Gjakov, treni slape dhe rogor, jeni stogu e deshoni Mitrovica, pa qajni ku e kanenica, o tritera, vjen Gjiloni, vjen Prishtina, Perizoj edhe Klina, Shtun kalase bashkurena. Kom thirë plonze, shkom thirë gusi, o te grude dhe manzi, kom thirë tibe no instruge, mere lezhen o edhe puke, vjen qamëria e vjen Janina, ljumë nat njëm zbosh ku do të rina, o manastiri ka qutjoj, Gjithse si unë kam me oj, gjithse si unë kam me se për korish mollin kam oj, por një beska thone ki, e do kurte ju do të veje. Të rritë mera mëtë. Kom thirë plau, kom thirë gullësi, o te grude dhe masi, e kur te vini gjithë mos harroni, edhe krujen këtu të vdoni, o qoni lajmin e Qirokaser, e peleni Malakoster, o hasmir dit kuksin me thirë, o transkoriqen me rëdhir, raste tove në gostivari, rasulqinin e tidhori, Bujanoci vjen për sheva, Sohreka e mani zela, Lavkolake podujeva. Kur te vini gjithë dorë për dorë, mos harroni shkonin o mlorë, t'ja që mlorës një porosi, mi flamur një tampojnë e zi, o jashtu lozen edhe mbotra, jeni këtu po në thret sofra, o një kunor bashta qëndisin, mi flamur po yll të mrisin, a që flamurin tonë na kam borrush me ylla për na e kem një podë. A bëm një duar të kitit madhe për flamurin tonë kontar. Respekt. Le lezoj sot bota ma. Të vërina
Zoti madhët e koshi më pale Kozonju të lokale Ne prekaza ty pik spori Zoksiljonja të mjashori Ne ta din Lundra e Moskova Nuk dorëzohet për të gjanë Kosova Pola Parizit e pola Berlinit Je mërshtar, disa Valentinit Pola Parizit, pluma Beogradit Je mërshtar, te atë mjashari Kishte leshes kastriotit Kërkonin e në gjullit e zotit Orën kosovtar s'ma ka fillue Ka me motër o pjeni me shkue Ne ta din Lundra e Moskova Nuk dorëzohet për të gjanë Kosova Pola Parizit e pola Berlinit Je mërshtar, Disa Boletinit Pola Parisit, pluma Beogradit Je mërshtar, te atë mjashari Shkëzën Zoka e përshëndet për motra Leonora nga Zvicra. Faleminderit shumë, respekt Leonora. Hej, hej, bekoj hapur, o kajne të Serbi I ja e thonë o kushan Selimon o Kadri I ja e terizon Jo se kemon jo se Erce në sotor në veron Çatini di Erse Serbi Ine po qojro dhe Vet pushka e Selimar Ani të tridi e shtat Dhe të caro dushani Ceremony, O dhe bravo jashka Ai marathova në fje o ne Zhako Kara Ai pesa zotin Jo preskaro Zhak Ai ke Pero Shqipëni Trim jore pa me rohake O të rritnja Hey,
ty djallë krejt o Shqipeni, ja dje mos i ti, ko Kosova pra. Pra po në shki, dhëtë marrim o hate. Një përshëndetje speciale shkon për të nderuarit Hamdini Momaj, Rez Morina, Sef Koshoja dhe Naim Mehmetaj. Vaj përshëndetje, vendosin tam, hajde Hamdini!